Me rastin e 12 qershorit ditës së çlirimit të Prizrenit, kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka organizuar një pritje për veteranët e komunës së Prizrenit, e ku sot këtë pritje nderuan edhe një grupi uniformuar i veteranëve të UÇK-s. Fillimisht këtë takim e përshëndeti nën kryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, i cili duke përshëndetur takimin tha se sot Prizreni ka një varg organizimesh, por ky veteranëve ka rëndësi të veçantë. Në kuadër të aktiviteteve që bëhen për ditën e çlirimit, është edhe ky aktivitet pritës, i cili ka qëllim respektimin, nderimin e atyre që kanë dhënë mas shumti për këtë ditë, por natyrisht edhe atyre që janë pasardhës dhe bashkëveprimtarë të secilit ushtar të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, e tani veteran të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Sigurisht që kryetari i komunës e komuna në agjendën e tyre ka paraparë që të ketë aktivitete ndryshme, po ky është një prej aktivitetet veçanta për me ju respektu dhe ju nderu. Pastaj kryetari i komunës Totaj ka falendëruar të pranishmit e njëjërit të gjithë veteranët e Kosovës dhe të rënët që kanë sjellur këtë ditë lirie. Kjo që sot të pash këtë grup veteranësh të uniformuar nga Prishtina, dua t'i përshëndes e uroj se kjo është një rikujtesë shumë e mirë. Ju jeni nderi më i madh që duhet dhe ju bëjmë sepse ju keni bërë që sot ta gëzojmë lirinë, tha kryetari Totaj. Kujtojmë ditën e çlirimit të Prizrenit, e kujtojmë gjithat mundi, gjithat sakrificë, shumë gjeneratave, shumë brezave, edhe para lufte, po sidomos gjatë lufte, po pesa një periudhë kohore edhe mas lufte. Edhe normal që ky organizim, ky manifestim i festimit për vjetorit të çlirimit nuk ka mujt me kalu për pa ju pas juve prezent këto, edhe për pa përkujtuar edhe një herë me respektin më të madh kontributin që është dhënë nga ana juve. Merë mirë, shumë që i pash nuk e di çysh me thonë se njësisë që pas kanë ardhur prej Prishtinës, po është një traditë shumë e mirë sepse mohet gjallë fryma e asaj kohe, me u përkujtu gjeneratave të reja se nuk ka ndodhur rastisht as pavarësia, nuk ka ndodhur rastisht as çlirimi, edhe me respektin më të madh që i kujtojmë kontributin e secilit, aq më tepër do të dimë me çmu lirin, edhe aq më tepër do të jemi të gatshëm për të ndërtuar diçka për të ardhmen. E thash edhe në tubim në seancë solene, liria apo çlirimi nuk është vetëm një moment që e kemi arrit, por është një obligim i përditshëm që me ndërtu një tarme më të mirë. Gjithmonë të e kujtu kontributin substancial të veteranëve të UÇK-s në bashkëpunim me alatët tonë, po çdo ditë duke dhënë kontributin për funksionalizimin, për ndërtimin, për rritjen, për zhvillimin ekonomik të këtij shteti, me lënë anash gjuhën përqafse. Derisa Isa Berisha, kryetari OVL-s deka në Prizren si njëri nga përjetuesit e ditës së çlirimit, ka evokuar disa kujtime kur u çlirua ky qytet, duke falendëruar sidomos Brigadën 125 e po kështu projektin e komandant Drinit dhe shtapit udhëheqës. Në atë kohë të vështira, njësitë që vepronin në mbretësitë të Prizrenit morën urdhër të qartë dhe vepruan sipas një plani të mirë organizuar. Hartuesi dhe zbatuesi i planit për çlirimin e Prizrenit, komandant Rezhak, bashkë me strukturat komanduese dhe luftëtarët e brigadës 125, mbajtën mbi supe një barë të rënd historike. Ata nuk arsyen as jetën e tyre që Prizreni të jetonte i lirë. Sot, kur kujtojmë atë ditë, më dalin para syve fytyrat e shokëve, komandantëve, si komandanti legjendar Adem Jashari, Remzia Demaj, Ismet Jashari, Tahir Sinoni, Gjevat Berisha, Selajdin Berisha, Hysel Rezhepi, Akim Shala e shumë shok që i kisha bashkëpunëtor e që ranë në altarin e lirisë. Të gjithë që i përmenda, që janë me qindra, disa prej tyre nuk patën mundësi të krijojnë familje, të rrisin fëmijët apo dhe të shirojnë paqen për cilën punuan, luftuan dhe më në fund u sakrifikuan. Ata dhanë gjithë shka. Dhe ne kemi për detyrë të mos jarojmë kur, por sot krahas krenarisë ndije dhe dhimbje. Me dhimbje shoh veteranët e luftës që shpesh ndihen të harruar, më dhan kushto se sakrifica atyre nuk vlerësohet gjithmonë ashtu siç e meriton. Më dhan kushto se shumë bashkëpunëtarë tanë vazhdojnë të përballen me procese të gjata gjyqësore larg familjeve të tyre. Sot dua t'i kujtoj edhe ata
që për shumë vite ndodhen në paraburgim në hapë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selini. Për familjet e tyre, për bashkëpunëtorët dhe për shumë qytetarët Kosovës, këto vite kanë qenë vite pritje, ankthi dhe dhimbje. Ne shpresojmë që drejtësia të veprojë pa anshmëri, me respekt për faktet dhe me respekt për intimitetin e secilit. Ushtrua dhe një koktej rasti dhe u lëshuan këngë atetare. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.